Kinemaja ka pasur gjithmonë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën tonë të përditshme. Përveç mënyrës se si vishemi, flasim apo ndërrojmë, filmat kanë ndikuar edhe në një vendim shumë personale dhe të rëndësishëm: zgjedhjen e emrit të fëmijës. Shumë prindër, me vetdije ose pa e kuptuar, frymëzohen nga personazhe e filmash, që kanë lënë gjurmë emocionale, që kanë përfaqësuar guximin, dashurinë, mençurinë apo sakrificën. Emrat e personazheve të famshëm në filma shpesh mbartin histori të fuqishme, karaktere të paharrueshme dhe vlera universale. Pikërisht, këto i bëjnë ata tërheqës për të kthyer në emra për fëmijë. Disa janë klasik dhe të përjetshëm, disa modern dhe unik, ndërsa të tjerë kanë fituar popularitet vetëm fal një roli ikonik. Pse prindrit zgjedhin emra nga filmat? Një personazh filmi nuk është thjesht një emër, ai është një histori e tërë. Kur një prind zgjedh emrin e fëmijës nga një film, shpesh zgjedh edhe emocionin që ai film ka sjellë, vlerat që personazhi ka përfaqësuar dhe ndjesinë që ka lënë pas. Një emër i tillë mund të simbolizojë forcë, dëshmëri, ndërrim, inteligjencë apo rebelim. Në shumë raste, prindrit shpresojnë që fëmia e tyre të rritet duke mbartur diçka nga shpirti i atij personazhi. Emra vajzash të frymëzuar nga personazhe e filmash. Leia. Leia nga Star Wars është një nga personazhet femërore më të fuqishme në historinë e kinemas. Emri Leia është i shkurtër, elegant dhe shumë modern. Ai simbolizon guximin, udhëheqjen dhe forcën femërore. Sot, shumë prindër e zgjedhin këtë emër për vajzat që duan të rriten të pavarura dhe të forta. Rose, nga filmi Titanic, është simboli i dashurisë, guximit për të zgjedhur veten dhe jetën sipas dëshirës. Emri është klasik, romantik dhe i kuptueshëm në çdo gjuhë. Një emër që nuk del kurrë nga moda. Elsa. Pas suksesit të filmit Frozen, emri Elsa u bë jashtëzakonisht popullor. Elsa përfaqëson pranimin e vetvetes, fuqinë e brendshme dhe lirinë për të qenë ajo që je. Një emër magjik, por edhe me shumë elegancë. Amélie. Nga filmi francez Amélie, ky emër lidhet me ëmbëlsinë, ndjeshmërinë dhe shpirtin e lirë. Amélie është perfekt për prindrit që duan një emër artistik dhe romantik. Luna. Edhe pse e njohur nga filmat e Harry Potter, Luna është personazh që simbolizon imagjinatën, sinqeritetin dhe të menduarin ndryshe. Emri Luna është i butë, mistik dhe shumë i dashur. Emra djemsh të frymëzuar nga personazhe filmash. Leo, i frymëzuar nga Leonardo DiCaprio dhe personazhet e tij ikonike, Leo është emër i shkurtër, i fortë dhe modern. Ai lidhet me ambicie, talent dhe karizëm. Noah. Filmi The Notebook e bëri këtë emër edhe më emocional. Noah simbolizon dashurinë e thellë, përkushtimin dhe besnikërinë. Një emër biblik, por gjithmonë aktual. Jack. Jack nga Titanic është nga personazhet më të dashur të kinemas. Emri Jack përfaqëson shpirtin e lirë, guximin dhe sakrificën. Është i thjeshtë, por shumë i fuqishëm. Harry. Harry Potter është personazhi që shoqëroi fëmijërinë e miliona njerëzve. Emri Harry lidhet me mirësinë, drejtsinë dhe forcën për të përballuar vështirësitë. Lucas. I frymëzuar nga Luke, Lucas është emër modern dhe ndërkombëtar. Ai simbolizon udhëtimin personal, luftën me së mires dhe së keqes dhe rritjen shpirtërore. Emrat neutral ose të rrallë nga filmat. Ariel, një emër që përdoret si për vajza, ashtu edhe për djem në kultura të ndryshme. Emri Ariel lidhet me ëndrat, kurajan dhe dëshirën për ndryshim. Morgan, emri i njohur nga shumë filma dhe personazhe misterios. Morgan ka një tingull të fortë dhe inteligjent. Alex. Nga 10 filma të famshëm, Alex është emër universal, modern dhe shumë praktik. Si të zgjedhësh emrin e duhur nga një film? Zgjedhja e një emri nga filmat duhet të shkojë përtej famës së personazhit. Është e rëndësishme të mendosh për kuptimin, tingullin
dhe mënyrën se si do të rritet fëmia me atë emër. Një emër filmi mund të jetë shumë i bukur në fëmijëri, por duhet të përshtatet edhe me jetën e të rriturit. Gjithashtu, është mirë të shmangen emrat shumë të lidhur me një trend momental, nëse nuk kanë një domethënie më të thellë. Emri është si histori personale. Kur një fëmijë rritet dhe mëson historinë e emrit të tij, kjo krijon një lidhje emocionale shumë të veçantë. Të dish që emri yt vjen nga një personazh që ka frymëzuar miliona njerëz është diçka që mbart krenari dhe identitet. Filmat na japin histori, por emrat na japin vazhdimsi. Kur një emër filmi bëhet emër fëmie, historia nuk mbaron, ajo sapo ka filluar. Emrat që i rezistojnë kohës. Disa emra janë bërë tashmë klasik dhe nuk lidhen më vetëm me një personazh. Emra si Jack, Rose, Leo apo dhe Ana janë shembuj perfekt të emrave që kanë kaluar nga ekrani i madh në jetën reale, pa humbur vlerën e tyre. Këta emra janë të kuptueshëm në çdo kulturë dhe mbartin një ndjenjë universaliteti. Emrat e frymëzuar nga personazhet e famshëm nga filma janë më shumë se një trend. Ata janë histori emocionale dhe simbole të fuqishme që prindrit zgjedhin t'u adhurojnë fëmijëve të tyre që në ditën e parë të jetës. Një emër i tillë mund të jetë një dhuratë e bukur, një burim frymëzimi dhe një lidhje e përhershme me botën e imagjinatës dhe artit. Në fund të fundit, emri është fjala e parë që fëmia merr nga ju. Dhe nëse ajo fjalë vjen nga një histori që ju ka prekur zemrën, atëherë ajo ka vlerë të veçantë. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe.